ora 7. Alarmi bën. Qupi gjumit. Qeli syt. Për kafe bëtëtoj. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Me Nitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Po ma dhe një macchiato thuj të letë. Mirë mëngjesi të nderuar miq të televizionit Syri, mirë se ardhët në takimin tonë të mëngjesit. I qelim bashkë syt, po besoj që secili tashmë po e filloni ditën me televizionin tonë dhe sigurisht që do të vazhdoni me aktivitetet tuaja ditore, sepse ato janë të shumta dhe keni obligime secili ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj njerëzve që ju rrethojnë. Ne sot e kemi një temë shumë të lezetshme që do ta kemi në emisionin e mëngjesit, po sigurisht kjo peshore jo rastisht është këto. Po do t'ju tregoj më vonë pse ndodhet edhe se si do të funksionojë sot. Po mas pari, kemi më kthy te lajmet që e kanë karakterizuar ditën që e kemi lënë pas. Pastaj do të themi në studio për me fol për një temë shumë të lezetshme, që secilit na preokupon, dhe secili ndonjë pjesë tjetër se kemi pas problem peshën tonë. Po i ndjekim edicionin e lajmeve dhe kthehemi në studio. Qeli syt. Për kafe bëtëtoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Me Nitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Jemi rikthy pasi kemi ndjek edicionin e lajmeve, është momenti me hy tek tema e ditës së sotme. Tema e ditës së sotme është obeziteti. Por në përgjithësi pesha e përgjithshme. Sa jemi afër peshës tonë ideale, çfarë duhet me hangër, çfarë duhet me pi, çfarë ushtrime duhet me bo, me çfarë aktivitete atraktive duhet me marr. Kemi shumë njerëz cilët kanë na inspiruar nëpërmjet storieve tona që kemi me transmetu, e sigurisht edhe ju mundi me na shkruaj në faqen tonë në Facebook të Syri Vizion, me na shkruaj a keni pas ndonjëherë probleme me peshën tuaj. Unë kam bu dje edhe një publikim të një grup që konsiderohet i fshat, por nuk është i fshat, është grupi i grave që sfidojnë peshën me jetën, edhe ato kanë më na sjell storje të tyre të suksesit se sa kanë pas sukses pikërisht me dietën, në fakt, regjimin që e kanë ushtruar për gati 40 ditë, sepse sot përfundon regjimi. Po, sot kush do që hyn në këtë studio, kanë me umat, besoni prej shtëpisë e kom marrë, e kom bajt mëngjes, edhe mi këshyr këta kolegët e mi që po shtiren, që janë shumë aktive, nuk po hajnë ushqime fast fooda, kam i matë se cilin. E tash, unë po dhe vendos këtë përshore, nëse del pak ma shumë që së më kanë venan mu, atire mu i me ndryshu. A mu një me ndryshu jo këto? Hajde. 65 e 250. Por e s'kesh ma pak mëre? Por nështë a kafën që e piva. Edhe i kam pyet edhe disa, domethënë që mirën kryesisht me trajnime, me fitness, që pesha duhet më matë në mëngjes. Tash, domethënë unë dola kaq, po i bjen që i kam këpucat, e kam fustanin, kam mikrofonat, edhe kështu që një kile pja heki vetit. Okej, jemi. Armira, ka mundësi më arë që tu më matë? Edhe shumë kisha pas shif e kurani se ajo është ka o pjesa që na konsiderojmë obezitet. Jo, e kurani, mësë shqetësa. Po më da vëllon. Jo, dush, hajt, qësh dush? Hajt kështu pe t'i hekim ato gromë që dole. Në alë të sho?
Qore, që sa kile? Ajo ka të leve. 63, 283, më falë, se thash 63. Shoma? A ti shopo të Kurani? Qilin e pas ligjërave? Sa qilja? Po qiljet e tua, sa dali? Hekurani tha, thuj armirit matu me dur. Ta vujmë qëndrimin në ndur. Mu nuk kam lejo, se jam me fustan. Krenar. Të dhoma rëfimit. Shpejt, se s'ka sot nuk ka me punu kërkush pa matë. Se cili? Që. Aj. Na? 60. Ai 60 qështu, me bum ja bumë në kështu dal 40 e dishka. Fenomenale. Hekër, qësh me ja bu për ty? Ty qësh me bu me të pru qëtu në studio? Numëri telefonit? Hekri për thot mu më del numëri telefonit. A bën, a ka mundësi dikush tjetër me muajt regjinë vetëm për pak minuta sa t'vjen Hekurani këtu? A vim në atë ti, o Hekuran? Okej, mande kemi me, gjithçysh kemi me prunë studia Hekurani, se duhet me patjetër me qenë këtu edhe me umat. Po edhe se cili mysafir, në fakt ne sot kemi pas një mysafir, po ndoshta edhe të tjera që do të na bashkangjiten, se tash e kemi publikuar në faqe që po e sfidojmë veten me pesha. Ka shumë sfida që njerëzit po i vendosin sot vetës, edhe po janë shumë të lezetshme nga më të ndryshmet, jo vetëm për peshën, për vrapimin, sa mujnë me vrapu, po ka edhe të tjera për lexime, ka për muzikë, për praktika ditore, kështu që na vlen sot me diskutu për këtë temë, e cila ka më na bën është me u vedisu më shumë që mos më hongër fast food. Me marrë ushqime me veti prej shtëpisë, me përgatit një natë përpara, edhe me marrë me veti, nuk është marra. Po, mas miri është me bo një lobim edhe tek shkollat. Tek shkollat fillore, sidomos, që fëmijëve mos me ju servu ushqimet shpejta, po me pas konsiderat se cili prind edhe me fillu me përgatit shujtat për fëmijët e vet. Do t'ishte shumë e mirë, një nisë në të tillë e ka pas nisë dikur, edhe zonja parë Amerikës, Michelle Obama, cilën e ka prezentuar edhe në librin e saj, ajo ka kriju një kopsht brenda shtëpisë së bardhë, në cilën kanë mbjell perime që mandej janë përdor për shujta ditore të fëmijëve. Ka fillu si në nisë me vogël, po që ka pas ndikim shumë të madh në shoqëni. Edhe na muj me nisë se cili prej nesh, me fillu prej fëmijëve tanë, me i përgatit shujtat e pastaj me bo sa më të madhe këtë punë që se cili me ushqy shëndetshëm. Ka me pas edhe shujta që ndoshta kompanit që punojnë me ushqime, kanë me ofru ushqime të shëndetshme. Kosta, si pas mysafire që kemi në storien tonë, si pas Tironit, kostoja për ushqimet të shëndetshme është shumë më e lirë se sa këto ushqimet fast food që i hajmë. Mirë, ne do kemi një përmbledhje se çfarë është obeziteti edhe çka janë ushqimet të shpejta që na i hajmë çdo ditë, po e shohim historinë edhe po kthehemi në studio. Obeziteti është shndruar në një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik për këtë shekull. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ky fenomen është shtuar si pasojë e ndryshimeve sociale, ekonomike, kulturore dhe fizike. Llogaritet se në botë aktualisht janë rreth 500 milion njerëz me obezitet, kryesisht fëmijë dhe adoleshentë. Profesionistët e fushës thonë se kjo prishje e balancës energjetike është gëshëtim i reduktimit dramatik të aktivitetit fizik dhe konsumimit të ushqimeve dhe pijeve të varfra me lëndë ushqyese, por të dendura me energji. Në anën tjetër, është e vështirë në ditët e sodit të parandalojmë një fenomen të tillë, marrë parasysh faktin se rrethohemi nga ushqime jo të shëndetshme dhe koha jon për t'ju përkushtuar ushqyerjes së shëndetshme dhe aktivitetit fizik është shumë e vogël. Megjithatë, ekspertët insistojnë në ekuilibrin optimal të energjisë, duke stimuluar një dietë të shëndetshme të shoqëruar nga aktiviteti fizik. Njerëzit obez nuk duhet të stigmatizohen.
Trajtimi i tyre kërkon parandalim dhe komunikim të motivuar me mjekun specialist të kësaj fushe. Qaj lisyt, për kafe për ftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Me muzik, me ritëm, zgjohemi çdo mëngjes. Faleminderit juve që po na ndiqni. Neve kam filluar me na ardhe edhe fotografitë e para. Njerëz po na ndjekin. Mirëmëngjes. Për Lonin që na ka shkruar, faleminderit që po na ndjek. Kërkoj falje për telefonin tim, i cili nuk është në gjendje të mirë, po sido që t'jetë, faleminderit që ju na shkruani edhe na motivoni që me punu edhe m'ju sjell mëngjeset mira. Po besoj që ju e keni pi kafen e mëngjesit, apo jeni tu pi kafen e mëngjesit, më duhet pa tjetër me pi, se më duhet hala më këfjell. E mas miri kishit mujt me më këfjell ju, nëse kishit shkru në Facebook lidhur me mbi peshën. Do shta si term nuk është i njohur kjo termi i obezitetit, po mbi pesha do t'ishte ideale të na shkruani, a keni pasur rast të njëjtën tuaj që keni qenë me kilogram ma shumë se sa që e keni gjatësinë tuaj, edhe a keni majt në dietë, në regjim ushqimor që ju ka ndihmuar mandej me rikthy peshën që dikur e keni pas. Për vetëm kam pas, po them, probleme të tilla pas lindjes, por që po besoj që tash më bën mes, ose po ndihna mes. Okej, po ju ftoj edhe me kliku sa herë që keni nevojë për informacione në faqen tonë, në portalin tonë, që është syrivisvision.tv, edhe të shikoni për shkrime që juve ju interesojnë, që janë të lezetshme, edhe për aktualitetin sigurisht, që keni, sha pas kënë mërë për qandë? A ka ndodhë mjë afru qëndë kështu në për rrugë? A ju afrojmë ju në hatë? Se qëndë pindje kanë kur një person është i keqë dhe shkenca po vërtetoj ka këto. Një qenush i ëmbël. Qëndë mund të nuhasin frikë, por a mund të nuhasin të vërtetan? Qani juaj mund të jetë në të vërtet më i zgjuar se sa ju mendoni? Rezulton qëndë janë mjaftë mirë në leximin e sjelljes njerëzore. Shkenca thot kështu. Një ekip i udhëhequr nga Akido Takaoka i Universitetit të Kyotos në Japoni zhvilloi një studim i cili zbuloi se qëndë në të vërtetë dinë se ju besohet njerëzve apo jo. Studimi përfshin mashtrimin e qenëve në emër të shkencës, njerëzit e kanë ditur për një kohë të gjatë që nëse i drejtoni një objekt, një qeni, ai do të vrapojë drejt atij objekti. Studiuesit e përdorën këtë informacion në studimin e tyre, gjatë eksperimentit ata drejtuan qenin tek një enë që ishte mbushur me ushqim të fshehur. Sigurisht që qeni vrapoi drejt kontejnerit, pastaj ata treguan një enë që ishte bosh. Qenë vrapuan drejt tij, por zbuluan se nuk ishte ushqim. Informacion i rëndësishëm për ju, sidomos që keni qenë, me pas me veti edhe me kuptu që qenë kanë inteligjencë sociale, ma të sofistikuar se sa që ju keni mendu. Një artikull shumë i lezetshëm që e gjeni tek portali në syrivisvision.tv. Agjerimi. Një efekt ansor kryesori i agjerimit sipas shkencës, me që sot po flasim edhe për ushqimet, edhe për peshën, edhe për ushtrimet, atëherë kjo na rezulton si artikull i qelluar. Nga humbja e vazhdueshme e peshës deri tek përmirësimi i niveleve të glukozës në gjak, ka mënyra të shumta prej cilave njerëzit mund të përfitojnë nga agjërimi. Sidoqoftë, ekzistojnë disa grupe njerëzish të cilët do ta shmangin agjërimin me ndërprerje për shkak të efekteve anësore potenciale, sidomos në mesin e sportistëve. Agjërimi me ndërprerje është një formë e dietës e cila përbëhet nga intervale të caktuara të agjërimit dhe ushqyerjes. Kjo nënkupton që njerëzit që i nështrohen kësaj diete kryesisht kalojnë 16 orë në ditë duke agjëruar dhe 8 orë të tjera duke ngrënë.
Kur merresh me sport dhe je vazhdimisht aktiv, trupi yt kërkon të konsumosh më shumë kalori e dikush është pasiv dhe qëndron më shumë ulur. Nëse trupi nuk mbushet siç duhet me ushqim, atëherë kjo shkakton vënimin e rikuperimit të muskujve. Kur jemi të agjërimit tash shumë shpejt do të hyjmë në muajin e shenjtë të Ramazanit, apo me sa di në muajin prill. Konsiderohet që secili një duhet me agjëru, jo kushtimisht ndoshta për pjesën e fesë, po i nevojit e trupit. Domethënë është e vërtetuar që trupi kërkon që të bëjmë një agjërim edhe t'i balancojmë ato çfarë na duan. Okej, tani po shkojmë me bllokun e parë të marketingut, do të kthehemi, çfarë mysafiri do të kemi sot. Është një motiv se si duhet gjithsesi me marrë me sport. Po ndjekim marketingun dhe kthehemi me histori interesante. Qali syt për kafe pëstoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. E kjo biciklet, na paralajmërojnë që një mysafir special është në studion tonë. Është Alban Delia. Mirëmëngjes Alban. Mirëmëngjesi. A ki ku me lon? Po që Super. Nëse në ardzohet, nëse kryuam diçka, se ne të lashëm. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. A ki nevojë për kafe mas pare? Bën një espresso. Okej, regjia, si të shkathët që jeni. Alban, se fillon ditën? Si çdo mëngjes. Kampioni jonë i shumë fesht? Në radhë parë, faleminderit për ftesën. Aktivitetet e mia zakonisht tash mas përfundimit karrierës sportit, jo për moshën që kam, po për shkak të rrethanave, unë s'kam dalu, kam fillu prapë aktivitete sportive si mëngjesin e vrapit, jo zakonisht çdo ditë, ndoshta 2-3 herë në javë, ndërsa ciklizmin e vazhdoj pa ndërprerje pas orarit punës tetor që e bëj. Sa orë ditë zakonisht, sa kohë i kushton ciklizmit edhe dimri të përdor bicikletën? Dimri të përdor bicikletën, si vjet dimri ka qenë i butë te na dhe kemi pas rastin për me dalë edhe jashtë në teren, për ndryshe po në fitness apo në shtëpi përdorim bicikleta statike. Për mos më ra forma dhe me vazhdu prap me aktivitet ashtu siç e kemi edhe verës. Albani është shumë ma i hareshëm për nuk e di pse në këtë mëngjes as i qumë mirë për gjumit, atë ka fokë stresi kamerave. Jo, nështë edhe pak stresi kamerave. Heke stresin, s'ka kamera, na jemi bashkë të bisedu. Shumë gjatë, prap. Më rikëtuj gjithmonë është mirë, më rikëtuj njerës si ti, sepse jeni motiva dhe ka qenë shumë e këndshme çdo herë sa herë kemi shkuar në Shkugës me i pa grupin e djemve që ju ndalë me bicikleta. Nuk po flas për anën profesionale se nuk di me vlerësu atë pjesë. Po a mundesh më tregu pse janë shumë të shtrajta këto bicikletat profesionista? Kjo, po... Çka bën më të veçantë më konë? Ka bën të veçantë për shembull materiali i karbonit, pjesë kjo bicikleti ka është elektronike, ndrimi shpejtësive bëhet me anë të batarisë. Pesha e saj rreth 6.8 kg, ndërsa kjo biciklet ka qenë pjesëmarrës në Tour de France në vitin 2017. Kjo biciklet ka ardhur dhuratë për mua nga një shok i imi që jeton në Zvicër dhe është menaxheri i kësaj markës BMC, Mario Lekaj. Kjo biciklet ka qenë garusit TV Gjingard. Ka ardhur nga ona Marios, ka ardhur dhuratë për mua, prandaj edhe është e kualitetit lartë. Kjo tamam biciklet profesionale. A ka rëndësi për shembull në njerëz të zakonshëm që dalin me si bicikleta me guma trasha? Nuk ka rëndësi se ciklizmi nuk do të thonë që gjithë duhen mi pas bicikletat profesionale. Nuk prish punën se dikush pedalon me shpejtësi më të ulët, që ka një biciklet pa cilësisë më të ulët. Do të thonë mundet me vozit çdo kush biciklet, po pse jo edhe të mirë. Edhe këta mundet me vozit njerëz të thjeshtë. Sa kushton për shembull një biciklete këtij lloji? Kjo, personalisht kjo ka pas çmimin 12.000 frank. Faleminderit. Për një kohë të gjatë nuk do të mund të arrijmë këtë. Po bën edhe me këto që i kemi.
Alban, pse tash vetëm si hobi, a i kënë transmitu edhe të gjenerata tjera këto pjesën, të pjesa shtëpisë, domethënë të familja jote, a janë edhe ata të rrugës të ciklizmit? Jo shumë për shkak të aksidenteve që kom pas gjatë 21 viteve me biciklet, nuk e preferojnë shumë ciklizmin edhe nuk kanë dëshirë fort që unë të mirëm edhe të vazhdoj prapë, por dikur janë bindë edhe ata anëtarë të familjes që unë nuk mund të mundoj për sportit. Ju mundu gjithmonë më qenë motivues edhe për të rit, edhe me afru të rit në sportin e ciklizmit në mënyrë profesionale. Arsyet pse unë si jam janë shkaku i mos pjesëmarrjes time në Rio në vitin 2016 si kampion i Kosovës edhe në kampionatin botror në Doha, i cili u majt. Shkaqet janë të thënat e mos mbështetjes klubit, anëtarëve të klubit, trajnerit, anëtarëve thjesht. Po meritat nuk mund të heq asnjë klub, asnjë trajner, meritat ti din njerëz dhe kjo është më e rëndësishme. Ato janë pashmangshme, ato aja dihet, po. Ju me sa di keni një grup, nuk e di si funksionon, një grup shokësh apo si funksionon pjesa me Albana tjerë, shumë të tjerë që janë aty? Ne rreth 13 persona, shok, mes cilë vazhdojmë me bo sportin e ciklizmit. Në gjdo ditë pas orës 5, këmëndoj verës, në ora 5:50, mblidhem gjithë dhe dalim për një gjiro rreth 20-50 km së bashku. Kështu që jemi motivu njëri për tjetrit, edhe se cili ka po thuhet njëjtën bicikletë edhe ata, se cili shkojnë me çmime të larta. A garoni me zvete, apo thjesht është atraksion? Kjo vetë stili i kësaj bicikletës, ose po dhe mos dashëm me garu, kjo si me garu. O vetë stili i bicikletës që pakës në ngacmon edhe në stilin e garimit. I përmenda aksidente, çfarë lloj aksidente mundet me ndodh një ciklistit? Për shkak se nuk kemi infrastrukturë rrugore të mira, po cilat janë shkaqet? Jo, për shkak të infrastrukturat të na, është shumë e mirë krahasim me do vende kur kemi qenë na nga jashtë Kosovës, si për shembull në Malta, ishullin e Maltës rrugë tona krahasohen shumë më të mirë se atje. Por ka për shembull neve që na mungon është kultura e vozicëve ndaj nesh, mos respektimi i distancës ndaj nesh, te kalimi i makinave për shembull që vjen deri te aksidenti, unë kam pas një faturë vitin e kaluar, i cili më kushtoi edhe me operim. Domethënë ciklizmi nuk ka sport i lehtë ose sport i vështirë, mund të ketë edhe me fatalitet, por për fat mirë deri më tash veç thymje kemi pas, jo diçka më tepër. Na dhe karakterizohem gjakovart, po bicikleta është shumë e mirë, është ekologjike, ekonomike, gjithaj ka. Edhe benefitet shëndetësore që si gjithaj përmban, ciklizmi, unë jo kisha preferu gjithë që ai që ka biciklet të vazhdoj të mirë dhe na kena një vend shumë të mirë Shkugzën, cilët mujnë trit edhe i largohen për makinave. Shaku mujtë me vrejt për shembull vitin e kaluar në pandemi, është rrit numri i konsumuesve të bicikletës, saqë në Gjakov në herë nuk kom pa numër aq të madh të përdoruesve të bicikletës. Po, se në ardhën edhe kuafet, faleminderit. Shumë faleminderit. Kërkesa vjetë ka qenë shumë e madhe për blerjen e një biciklete, saqë edhe nuk kishte mund të rrek bicikleta. Edhe shkaku i pandemisë? Edhe shkaku i pandemisë, kishte kërkesa shumë të larta për një bicikletë. Si nga ana e gjinisë femnore ashtu edhe maskullore. Përdorimi ka qenë shumë i madh, edhe vazhdon të jetë. Po rritet dita ditës. Po rritet shumë, duke krahasuar me vitet e më pashme. Cilat terrene duhet më shumë i frekuentu përpos Shkugzës që? Po është rruga që na çon rreth fshatit Goden, ka shpella Kosarve. A teren pak i vështirë për shembull për fillestarët? Jo, nuk ka shumë i vështirë se mundet me bo me ndalesa. Atë ne për shembull na kena terene të tjera, na me këtë biciklet para një muaji kum qenë deri në Valbon, ande nuk ka ndonjë distancë që gjithë e bojnë. Për 5 orë kam qenë edhe jam kthy. Por për shkak të klimës shumë e ftoftë që ishte, u duta me bo 5 orë. Po shkon edhe më shpejt. Shkon edhe më shpejt. Po. Më duket e keni organizu diçka të liçeni, po gradecit, Po ishin ata shok tjerë, nuk pata mundësi të jem prezent.
ishin shok tjerë, kanë kalu shumë mirë, kanë bo një rrutë shumë të mirë, ajo i ka 90 km, 10 liçenit po Gardecit, kalën orë strug, edhe kthehet prapë ka qafthana të poshtë për në Pogardec, so shumë rrugë e mirë, krejt për skajt liçenit, edhe ajo pjesë e bukur. E që shëndoni qëtu e lokacionet për me vizitu? Për shemëll, gjatë vitit, ose gjatë përfundimit vitit, vendosëm se për shemëll cilat rruta si kemi bo, unë kom prezent, unë kom vendosë këtë vit të vizitoj edhe 2 rrugë fshatin nga Shkodra për Tamar, Kaleqet e Hotit, o rrugë shumë sfiduse për ciklizmin, edhe rrugën prej Krujës për Qafshtam. Ato janë 2 rrugë, cilat kanë shumë gjitjen malore, edhe pjesë shumë e bukur e natyrës. Se shumë pak njerëz e kanë vizitu. Këto rrugë i kom plan për këtë vit. A mu i marrë edhe na si e kep? Po, pa tjetër. Me qalime, jo na me bicikleta, na mundësisht me pjesën e makines, veç pjo për cilë, se besoj që më me sfidu vetën ashtu. Shumë mirë kështë me qenë, sepse po, si funksionon kjo puna e kostos? Të më dhënë kostot t'i paguni vetë, gjithçka? Po, gjithdo që është mënyrë vullnetare, individuale. A ka kostot lartë, për individuale. shembull, a duhet me mbledh se cili me ndo prej pagës mujore për me bu një... Po normale prej pagës mujore, për nuk është shumë më kushtueshme për shembull. Për shembull në Pogradec, sa ka mujt me kushtu? Unë më thonë dikun rreth 70-80 euro me gjithë fjetjë. Domethënë shumë që gjithë mujnë me përballo. Nuk është ciklizmi, nuk është ndaj sport. Është sport i shtrajt derisa të arrin për shembull të një bicikletë, të një rekvizit, të një helmet, të këto që t'jenë kualitative, pastaj këto shpenzimet janë shumë t'ulta se... A guxon më nisë për shembull një qytetar që nuk e ka një bicikletë tillë, me marrë rrugë lartë? Vetëm bicikleta duhet jetë vetëm riparune, mos ketë ndonjë defekt që të niset me ta që jo e mblen e se mblen. Prandaj vetëm të jetë bicikleta në rregull, nuk ka problem çfarë tjetër. Ku kemi servisat bicikletave në Gjakov? Ne kemi në Gjakov ka shumë servise, ka pothuajse gati çdo lagje. Po sa herë që bicikleta jeme u prish, gjithmonë kanë thonë të pjesa gumës, guma mbrëmshme, kurse kum kuptuar atë pjesë. Kjo nuk ka gumë të mbrëmshme. Kjo, nëse domethënë shpërthehet, kjo duhet mundru komplet. Është shtrajt nëse... Po, 50 euro bën një. A mundet më gjetë në treg për shembull? Te na jo. Dush me bo porosit veçantë. Veç me porosi pisjashme. Mirë, ushqimet, a i kushton në rëndësi ushqimit? Edhe kur e marrë me sport, po, dhe tash që e ki si hobi? Unë ku marrë pjesë edhe në për maratonin e Shkupit, maratonin e Malësisë Gjakovës, maratonin e Malësisë Shkodrës. Të maratone e këmë kushtu ushqimit. A në ciklizëm jo, dhe shumë se në ciklizëm këmë arrit për shembull deri në 6 shtator me qenë aktiv në bicikletë. Edhe qatë shumë që ki argju t'i kalori nuk i pas mundësia, vëdej që ti tash për shembull tonë jonë për bona vegetare nuk pjo mishin se që ato kalori jetë du të patjetër me zavendësu. Ke shku deri në 4.000-5.000 kalori, dhe që i ki djekti patjetër që me diçka jetë du të. Nuk këmë pas nej kështu më thonë për zgjedhjet ushqimit shumë. Cili sport hum kalori ma shumë, ciklizmi apo vrapimi? Thuja gati dyja të njëjta. Mundun të dyjat me vetë? Një maraton e cila për 42 km rreth 4 orë që i bën vrap, i argjen aty të 4500 kalori. Po edhe në ciklizëm, nëse i bën 130 km, aq i argjen. Edhe në varet, nëse në ciklizëm varet se sa i jep, në maratona është shumë ma vështirë. Unë personalisht e cilësoj maratonën si ma të vështirë se sa ciklizmi, se maratona 42 km. Edhe kërkom para përgatitje, para provës. Edhe datën e daltindin e gjitha i hazon kilometrat të punit. Si kemi sfidu në ende vete në këtë drejtë. Alban, a ke mendu, sepse ti e identiteti ciklizmet, edhe ata që nështë as emni nuk ta din, e din që figura jote përfaqëson ciklizmin. A ke mendu ti me kriju një klub tonin vetë? Ko pas kohë po, zbashku me shokët, po nuk e di, ende abdi nuk o situata e tillë, tash për momentin mi mendu këta se edhe federata që nuk jenë njerëz të duhur që në bështesin ose që mundohet mi arrit
një sportist ose se në Kosovë nuk ka që s'ka pare. Në Kosovë ka financim edhe mundën për shembull hiç më tepër 5 sportista mi financu edhe me pas sukses edhe në arenën ndërkombëtare. Se ne individualisht jemi shumë të fortë, por si ekip të na kena ngecë edhe në garën ndërkombëtare kur kemi qenë. E kështu që çiktizmi nuk ka veç sport individual, por edhe sport ekipor. E në drejtim asnjëherë nuk është punu as nga ana klubeve, në përgjithësi po foli as nga ana federatës. Kështu që duhet mas pari në federat me pas njerëz duhur që mendojnë në drejtim e jo veç nga ana e përfitimit. Po, a mundë me nis në këto si iniciativë qytetare? Jo, në federat duhet antarët e bordit Po presioni, që të fillojnë. presioni social ndikon shumë. Kemi tentu, unë personalisht mas të largimit tim personal, që kum qenë në klubin e Gjakovës, kum tentu edhe nëpër media, kum tentu edhe nëpërmjet gazetave që më shfaq ato pakënaqësitë e mia, po jo, s'kum pas sukses. Po më them, e dim që ekip mrapa njerëz që të njohin edhe Po, veç. është shumë e lehtë. Ka njerë nuk ka rëndësi klubi, po ka rëndësi ajo që Kum pas vitin e kalum kërkesa nga ekipi Tiranës që më shku më garu prap për ta. Po? Se kalun shumë vjeta vde edhe unë kum ngel pagarim. Vjet kum tentu me garu prap në Kosovë për një ekip të Prishtinës. Nuk është leju pjesëmarrja ime nga kryetari i federatës, nuk e di arsyeën. Kështu që s'kum tentu mo, si vjet nuk tentoj. si të që tjetë, unë kësho pas qef që e na me të po në gara. Faleminderit shumë që ke gjithë kohë më ardhë të na. Edhe me sjellë edhe bicikletën. E kishim marrë sot për provën, Alen, nuk jo jap kërkuj në bicikletën. Po, Okej, sa do në provën e bicikletës. Shumë faleminderit Alban, ditë mbarë të punës, te punon, po na kemi marrë sot pak kohë, edhe gjithsesi kemi me të përcjellë në ato ture që kemi zhvilluar. Faleminderit, ishte kënaqësia dhe imja. Faleminderit. Tani miq të nderuar, do të vazhdojmë me një material tjetër, janë disa receta, janë kombinim i recetave të shëndetshme dhe atyre më pak të shëndetshme. Po e ndjekim edhe ju japim një ide se çka mundemi përgatitë mëngjes apo edhe në drekë nëse nuk e keni mendu pjesën e drekës. Ushqer shëndetshëm dhe shijshëm fëmijën dhe familjen. Shfrytëzojeni jeshillëqet në kohën e rritjes sepse janë burimi i vitaminës K. Petulla të njelmta me spinaq dhe bishta të qepës së re. Çfarë ju duhet? Një grusht spinaq, një qepë re gjethet jeshile, një vezë, një copë djath 100 gram, 1/2 takos i trosh apo ajk, miell misri 5 lugë supe, miell i zakonshëm 2 lugë supe, kopra dhe pak vaj ulliri. Për sa minuta do mëngjesin? Ti kesh duart e lira për ta përmbledh veten në një ditë të përgjumur? 10, 15, 20. Tadam! Çka duhet më pas? 4 vezë, 250 ml jogurt, 10 lugë supe miell, 1 pluhur pjekurinash, 1 lugë mesme krip himalajesh, 2 lugë supe ajvar shtëpie, 50 gram sallame grirë. Pjekët në letër 20 minuta në 220 gradë. Lyhet me krem djath dhe mëngjesi gati në tavolinë. Merr aromë gjithë shtëpia. Hofa. Për qeft fëmijëve e për shije të rriturve e për qëllim që të hanë gjëra shtëpie, gatuajmë edhe pak ëmbël për të shijuar çaj i mbasdites edhe më shumë. Kek me pjeshk nektarina. Çfarë ju duhet? 3 copa nektarin, pjeshk e qëruar e coptuar në kube, 2 vezë të mëdha apo 3 mesatare, 2 gota miell, 1/2 gotë gjallë peshkrir, 1/2 gotë sheqer kafe, 1 lugë mesme sod bikarboni, 1 lugë mesme kanell, 1 lugë mesme ekstrakt vanilje, 1/3 gotë shumsht, qerek lugë krip. Letra pjekjes lyhet me gjallë
ende pa filluar brumin. Pogace, me djath, dbutat, shkrifta dhe shumë të shpejta. 10 minuta, ktheje orën, 2 vezë, 1 gotë qumsht, 1 gotë vaj, 550 gram miell, 1 pluhur pjekurinash, 1 lugë krip. Përzihet brumi mirë dhe nuk lihet për ardhje. Mbushja 130 gram djath, 1 lugë supe kosi kulluar ose krem djathi dhe pak kopra apo kobës. Mbi lyhet me vezë dhe shtohen fara sipas dëshirës. Piqe në 200 gradë diku 25 minuta. Hej, dorën lart kush është për waffles. Të waffles mund të bëhen edhe në formë petulle, pa vaj në fertera. Gjithmonë duhet të mbahet në mend se kur përdoret dritë në brum, duhet të ulet zjarri, sepse pjek shpejt dhe djeg pastaj. Mielli i dritrave bëhet vetëm më së lehti, kur është fjala për të shërë. Ne kemi 2 lloje mbetje nga pak në qesk, prandaj i kemi përdorur të hapura, nuk bën të qëndrojnë shumë hapur. Për këto waffles duhen 2 banane, 2 vezë, mund të bëhet vetëm me të kuqe për bebe, 1 gotë e gjysmë qumsht soje, mund t'jetë cili do që përdorni për fëmijët mbi 1 vjeç, diku 200 gram drithra të bluara, mund t'jetë tërshër ose dinkel ose çka do që keni në dispozicion, pak fare vaj ulliri, kripsa të kapin 2 gishta, 1 lugë e vogël pluhur pjekurinash. Brumi bëhet relativisht i trash, domethënë edhe për një shkallë më i trash se i pancakes. Qali syt për kafe pëstoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premten nga ora 7. Emi, ditë ju shkam parë mu në studio. Ushqim i shëndetshëm. Çka paska këtu? Vezë në sy, salat, edhe buke zezë me shumë fara. Bisa paska dhe avokado. Këtu mi ka sjell burimi. Storien e cilit kemi me sjell pak më vonë, sepse burimi është një trajner edhe nutricionist, njëkohësisht, edhe po përgatit tashmë për gjithë ata që t'i interesuar ushqime të shëndetshme, cilat mund t'i gjeni në dyqanin e tij apo mund të kontaktoni nëpërmjet telefonit. Edhe çto kukën të shëndetshme, siç kuka diçka. Kush çka po don, se duhet me i ndo. Jënë të shëndetshme, prandaj edhe ju që jeni në dieta mundi me i hongër, edhe mandej me dal me biçikletë, siç na rekomandoi Albani, apo edhe siç ka më na rekomandu storia në VM, e që është Tironi. Burimin e përshëndes dhe falenderoj shumë se ka gjithkun këtë mëngjes me na sjell mëngjesin e hershëm. Na kemi mishju këto ushqime dhe kemi mjaft notën, edhe më ju rekomandu edhe juve nëse janë me të vërtet mira, nëse ja vlen. Po prej pamjes po dokën që po. Edhe receta që kemi sjell pak më herët, nashta keni pas momente edhe keni mujt me i përcjell se janë receta të lezetshme. Ka një herë është mirë me mshël syt kur është puna te brumi, se janë të mira edhe për gjithë ata që kanë fëmijë, kanë qejf me pa, ndoshta kush di me dekorua dhe pjata bukur edhe shihen ushqimi më shumë. Po duhet më bëjnë një farforme si vende tjera evropiane që me qitë sa më pak ushqim pjatë, po me e dekoru bukur, më dok mirë, ose si në restorana. Po ato, kur i hajmë shpagetat, bolognese, ato, pjata e madhe, dekoru në shumë, po e që porcioni është shumë i vogël. Kështu që çdo do me vepru dhe në shpejt që mes me fitu pesh.
Tash kemi me sjell storjen e Tironit, atletit i cili çdo qytetar ka mujt me pa në park qytetit, ka mujt me pa në Shkugës, në terrena të tjera, ka mujt me pa në maratona, cilën ju ftoj me ndjek. Tironi na ka dhënë disa këshilla shumë të mira se si duhet me fillu me vrapimin. Tash po fillon, jemi afër stinës së pranverës edhe duhet me bu pak përgatitje për veten, për me u dok mirë edhe me pas edhe një shëndet më të mirë. E ndjekim storjen e Tironit dhe pastaj bllokun e marketingut. Mirëmëngjes dhe përshëndetje Tiran, shërben si motiv dhe frymëzim për shumë të rinj që të përcjellin për jetët sociale. Ku ti çka të frymëzon? Cila është shprehje të frymëzon? Shpreha jeme kryesore se frymëzon çdo mëngjes me vazhdu vrapimin është se suksesi nuk është një rastësi, është një punë e vështirë, disiplinë, përkushtim dhe mbi të gjitha dashuri për punën që e bëj. Një thënie mjaft motivuese edhe për ne të tjerë që ndoshta nuk mirëme intensivisht me sport. Po, ne sot e kemi të veçantë temën e obezitetit, një temë shumë e rëndësishme për gjeneratat që jetojnë një dinamik të kohës. A më tregon çka duhet me ushqy një njeri që është në punë, çfarë shprehi duhet me kriju e pastaj gradualisht mirët edhe me sport? Po, kryesore është pjesa e ushqimit, domethënë ushqimi cilësohet si pjesa kryesore e mbi peshës të rit, aktivitete shumë me lojra të ndryshme, me kompjuter, me Sony PlayStation, edhe ushqimi domethënë është kryesisht ushqimi më shumë me fruta dhe perime. Domethënë e theksuat që po ndikon shumë teknologjia. Po, teknologjia tek fëmijët domethënë zakonisht sepse me shumë lojna, shumë orë tëra i ulur me një van duke lujt, duke hongër ushqime jo të shëndetshme, për shembull si chipsa, çokolada, të pi lëngja të gazune, edhe domethënë kjo përshkakton edhe mbi peshën. Po kanë mundësi përmirësime në këtë pikë? Po normal kanë për çdo sa ka edhe pikën e përmirësimit. Domethënë pika e përmirësimit kryesore është me rujt shëndetin përmes me ushqy sa më shëndetshëm, me perime dhe fruta dhe perime, si edhe me një orë shumë pak, domethënë deri 45 minuta deri 1 orë me aktivitet fizik. Ti se fillon ditën? Ose në ora sa e fillon ditën? Tash në sezonin e verës, domethënë ja ka filluar tash më ndreq edhe koha. Dita jame fillon në orët e parë të mëngjesit, diku në orën 6:30 fillon vrapimi i parë mëngjesit. Pas vrapimit, zakonisht në stadionin e qytetit ose në ndonjë pjesë tjetër të qytetit, domethënë e kryj vrapimin e mëngjesit, pastaj shkoj në shtëpi, ushqimin e mëngjesit. Zakonisht ushqimin e kam me të shër dhe jogurt të pemëve. Sa duhet të pauzosh prej kohës që e kryen vrapimin? Diko 30 deri 45 minuta. Zakonisht fill mas vrapimit i konsumoj lëngje si kam për shembull ujë. Edhe mandej vazhdoj me pjesën e ushqimit, edhe mandej kam kohën ku pak e relaksona, si në rrjetet sociale me bu ndonjë postime ose me kry ndonjë tresha ka ndodhur. Mandej gjatë orës 12-12:30 vazhdoj në fitness. Aty kam tjera ushtrimet kryesisht ushtrimet e forcës. Mandej diku rreth orës 2:30 e kryj edhe shujta e drekës. Edhe diku mas orës 4:30 vazhdoj edhe ushtrimet e treta për ditës. Dreka është më e fuqishme, jemi mësuar në shtëpitë tona, domethënë nuk konsiderohet drekë nëse nuk ka bukë. Po bukë. Edhe nëse nuk ka mish. Po. Si jemi na Jo, gjatë zakonisht unë jam domethënë sporti nuk ma lejon me hongër ushqimet që nuk treten lehtë në trup. Ndër këto ushqime është edhe mishi, se mishi nuk tretet shumë lehtë në organizëm. Edhe kryesisht dieta jeme është dietë vegetariane, ku do të mundona ushqime sa më të lehta me ushqy për arsye se që mos më pengu domethënë gjatë ushqimeve të mramit për shembull ose vrapimit tjetër ku më bë.
Po na nëse hajmë ushqime vegetariane, kemi me thënë që nuk kemi forcë me dalë me vrap? Jo, ato janë pak, domethënë na ina mësuan çasi koncepti që nëse hajmë vetëm pemë edhe perimja nuk të man. Në fakt perimja të man më shumë se këtë rast mishi ose ndaj produkt tjetër ose fast foodi, domethënë se u bota shumë njerëz domethënë e konsumojnë domethënë gjatë kohës dreke se konsumojnë edhe fast food. Edhe diçka për mendimin tim shumë e gabueshëm, se edhe kjo krijon mas nej në pjesën e mbi peshës. Edhe mas e probleme tjera, mundet me pas probleme tjera të zemrës, me sheqer, me yndyrën, e kështu me radhë. Te yndyrma dua të ndaloj. Cila është më e rëndësishme? Përdorimi i vajit të ullirit apo përdorimi i gjalpit që e kanë përdorur nënat tonë? Jo, tash varet, yndyrët të shëndetshme janë yndyrët që janë nga avokado, vaj ullirit, janë edhe disa lloj gjalprave që janë të trashme në organizëm. Domethënë janë gjalpa që mundën mi përdor edhe me ly bukën këtë rast, edhe me bë domethënë me i fërgu ushqimet, domethënë perimet. Por kryesisht edhe përgatitja e ushqimeve, në këtë rast perimeve, më e shëndetshme është në mënyrë më bën në mënyrë vetëm me avull. Domethënë pa përdor vaj. Po, vetëm me zierë. Domethënë me zierë edhe diku 4 deri në 5 minuta. Janë disa perime të tjera që lypin kohë më të gjatë. Po kryesisht janë 4 deri në 5 minuta që lypin muzi edhe ushqime të tjera, perimet. A pushon? A rekomandohet me pushon ndonjë ditë gjatë javës kur mirësh me aktivitet? Po, zakonisht plan programi jam, domethënë bashkë me trajnerin tam, e kena për shembull ushtrimet shumë intenzive, ka ditë vrapime të recovery, po ka edhe ditë për domethënë ku kena ngarkesë të mëdha gjatë javës, e kena edhe një ditë pushim që por unë nuk e rekomandoj domethënë gjatë javës me pushu, për arsye se një ditë mund me bëu vetëm një aktivitet vetëm relaksues, mund me do për shembull hiking, me dalë në natyrë, me dalë me bicikletë pak. Domethënë me pas një pushim aktiv, jo pushim me pasim domethënë vetëm ushtri e me hongër ushqim masnaj çipsa të tjera, masaj me fitu edhe në mbi peshë si shumica të tjerëve. Për shembull, unë dëshiroj me fillu me sport. Si duhet m'ja fillua? Duhet me fillu me ecje më intenzive apo menjëherë mund me kalu te pjesa vrap? Po, tash varet domethënë edhe pjesa e natyrës. Zakonisht në pjesë natyrës domethënë njerëz fillojnë mas pari me hecje të shpejtë, mandej ja fillojnë domethënë duke i te kalu limitet e veta të trupit. Domethënë me hecje, pas hecjes vazhdojnë diku 5 minuta vrapim të lehtë, 2-3 minuta hecje, 5 minuta vrapim, edhe kështu me radhë, mandej vazhdojnë 10 minuta vrapim, ma pak hecje, domethënë tu arrit sistemin, tu arrit distancën e vrapimit, ndërsa edhe duke nalë edhe pauzën. Sa kilometra është e rekomandueshme për një fillestar? Po tash varet, domethënë ata se s'kan bën ka kohë të gjatë, nuk kanë bën aktivitet fizik, ose nuk kanë bën fare, domethënë gjatë jetës vet aktivitet fizik preferohet diku 25 minuta, domethënë duke kombinu hecjen me vrapimin. Të dyja bashkë. Ndërsa në fitness rekomandohet diku 40 deri në 45 minuta ushtrime. Cilën e preferon më shumë, pjesën e fitnessit apo pjesën e natyrës? Po këto janë dy pjesë, domethënë që fitnessi edhe ushtrimet janë dy pjesë që nuk mund njëna pa tjetrën. Domethënë në fitness mundesh me fitu pjesën e forcës, ndërsa natyrë e përgatit pjesën kardiovaskulare të trupit. Të dyja. Po domethënë dyja janë të rëndësishme për trupin e njerit, po tash gjithmonë varet edhe për personit. Domethënë varet si në ushtrime ashtu edhe në ushqim, varet edhe domethënë njeriu do të më bëjë doktor i vetes vet. Edhe trajneri vetes vetë nuk mundet asnjë njeri me ditë më mirë çelat ushtrimi i bojnë dëm ose i bojnë mirë një personi. Unë do të ndaloj te pjesa e fëmijëve që është shumë e rëndësishme. Konsideroj që është e rëndësishme. Si me aktivizu këtë pjesë fëmijëve, ndoshta që gjatë javës janë shumë të ngarkuar me ato kurse. Si ti aktivizon në fundjavë? Po. Në fundjavë na kena edhe klubin e rugbyt. Jam si nënkryetari i klubit. Edhe në fundjavë zakonisht dillave i bëjmë aktivitetin fizik, domethënë aktivitetet natyrë, lojnat domethënë me teknikën e rugbyt. Domethënë edhe fëmijët domethënë e kanë çet mundësi domethënë më ardh gjatë fundjavë, domethënë më relaksu tamam, edhe më kënaq edhe domethënë në kohë edhe më marr me sport. Humbin kalori edhe është atraktive. Po, shumë atraktive për fëmijë. Po për pjesën e plazhve si t'ja bën?
Po tash rekomandon? po, domethënë tash në vitet e fundit të Gjakov domethënë zakonisht ja ka filluar mu rrit edhe numri i pjesës më shumë, ashtu edhe pjesës edhe të risë me dalë me vrapu sa më shumë. Edhe domethënë në mëngjes mund me po se Shkukza është mbi populluar në mëngjes. Ashtu edhe në mbrëmje, është domethënë para perëndimit ditët është e popularizuar me njerëz. Domethënë njerëzit e kanë filluar me kuptuar se pa aktivitet fizik nuk ka në farforme nuk ka jetë. A keni probleme me gjetjen e hapësirave apo Gjakova ofron mjaftueshëm hapësira për Jo, Gjakova për sportet domethënë vrapimet aktivitet fizike, vrapimet domethënë krijon ka kushtet mjaftueshme. Domethënë kena parkun e qytetit, Shkukzën, i kena rrugë tjera që nuk janë të frekventuara shumë nga makinat, i kena rrugën nga Petershoni, ashtu edhe rrugën tjetër nga Qafmorina. Domethënë kena rrugë atë mjaftueshme për me dalë me vrapu. Vetëm normal vjen në disiplinë edhe për kushtimi. Ky orari i mëngjesit, a duhet të jetë streng apo mund të vonohemi te pjesa mëngjesit, se kemi edhe gjumë? Po. Jo, në fakt unë kam edhe çet problem ka herë se nuk e kam në jetën kohë se dal çdo ditë. Domethënë gjithmonë varen prej ushtrimeve, edhe domethënë prej ngarkesave që kam pas një ditë përpara. Ka raste dal në ora 6, ka raste në ora 7, ka raste në ora 9. Domethënë këtë varet prej nuk është domethënë diçka strikte domethënë çet kohë. Domethënë varet edhe orari, domethënë unë e kombinoj sipas nevojave të mia. Firon shumë suksese dhe shumë faleminderit për kohën edhe për këshillat. Faleminderit shumë edhe për juve. Grazie. Qali syt për kafe pëstoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitë, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Edhe me vallëzim mundi me hup shumë kalori që kanë ju ndihmu për me humb peshën edhe me mbajt peshën ideale. Mbrëm të vua një postim tek një grup që është bosh shumë i famshëm, jo vetëm në Kosovë, po kudo ku ka shqiptar. Është grupi Sfido Peshën me jetën, me cilën adminja e grupit, që është Jeta Lila Delia, i ka sjell 40 meny për gjithë ato që kanë probleme me mbi peshën edhe i ka plasu ditë pas dite formen e regjimit ushqimor që duhet me mbajt për me humb peshë dhe për mes mundje të rritura. Ka qenë një regjim shumë i i cili ka rezultuar me shumë humbje të kileve, edhe shumë femna kanë arrit me fitu vetbesimin shumë më mirë. Në këtë grup kemi mujt me marrë disa mendime, sepse pa mundësi për mi pas gjitha në studio, ndoshta edhe për faktin se disa nuk janë në Gjakov, disa, për shembull, kam këtu një mesazh që më ka arrit edhe është pikërisht një bashkëdhetare jona e cila jeton në Londër, ka thonë përshëndetje gjithë, unë jam Dona, jetoj në Londër, kam filluar regjimin me jetën që ditën e parë, se kam njoft, as se kam ditë se kush është, ama më ka ndihmu shumë kur kam fillu, kam qenë 85,500, tani jam 75, tepër. Falenderoj jetën nga zemra që na ka ofruar këtë mundësi për çdo pyetje që kemi bërë, na ka kthy përgjigje, kam pas probleme me kolesterol, që kam filluar me regjim, tash jam super, s'po zgjash më shumë, vetë je pa parë. Jeta sot na ka kërkuar falje, sepse jeta punon, dhe puna e saj është në një fshat këtu në komunën tonë, që është Gojgja fshat, që është fshati Demjan, edhe ka pas të pamundur për shkak se fillon në orën e ka pas të pamundur për me qenë në studio në orën 7 mëngjesit. Jetën do ta kemi sigurisht një ditë tjetër, sepse kam na fol shumë për këtë regjim ushqimor, për cilin është hera e dytë që ka kriju grupe edhe ka pas rezultate të jashtëzakonshme. E bashkë me jetën kanë qenë edhe profesionistë të tjera cilat e kanë ndihmuar për post regjimit ushqimor edhe pjesën që kanë qenë pjesa ushtrimave, që ka qenë një fizioterapeute shumë e rëndësishme, siç është Zana Roka Saçia, cila kanë ndihmuar me pjesën e ushtrimeve, po grupi është i mbyllur tashmë, sepse regjimi ka qenë vetëm 40 ditë. Dhe faktikisht ndesër të regjimi me cilën kilet kanë humbur. Shumë prej
bashkëshortëve tuaja kolegë të ndëruar, tashmë janë ndjeni se kanë vetë besim, edhe jo, mos harroni një komplimente, se është shumë mirë kur merrni kompliment, sidomos për dukjen, edhe të bën mundi mirë, dhe do më dok mirë karshi tjerëve. Jeta ka sfidu një grup shumë të madh, shumë kanë këtë problemin e peshës, por nuk e shprehen. Unë për vete, kur çfarë që më kanë thonë që je trosh ose diçka, unë përkundrazi dëshira për më hongër më ka shtu. Bile, shpesh herë më ka ndodhur më hongër edhe tinës. Kjo për faktin se më ka u vetë besimi që je trosh, që nale vetën pak. Së mundesh me nalë vetën ka njerë? Nuk mundesh. Shka me bota ashti? Edhe unë kom vepru që ashtu kom hongër tinës. Sot i kom thirë mendjes. Bashkë me jetën edhe bashkë me disa elemente tjera që kam po jetën ta më aktive, po ndihem mis, bre, mis. Edhe ju duhe mundi ashtu, ta rikëthem vetë besimin edhe të bën me reflektu energji pozitive. Po shpresoj që janë pozitive për mëngjes, apo? Këto ma konfirmoni nëse sigurisht aktiv në duke na shiku, duke na shkru edhe për vrejtje, bile të ky grupi ka pas edhe shumë elemente tjera që kanë bujt veçantë dhe kanë mujt me pa emisionin ton. E kemi prej Blirtës një koment, thot, bravo sot me ëndje kam përcjell emisionin e mëngjesit në Syri, më pëlqeu shumë emisioni i ri. Vlerëta, faleminderit, shpresoj që edhe sot je duke na ndjek, sepse na ke shkruar pak vonë mbrëm, po sido që tjetë. Ne i presim komentet e gjithë secilit për jush, edhe me na jap edhe vrejtja, ndoshta nuk ju pëlqen mënyra se si e prezantojmë, ndoshta nuk ju pëlqen mënyra e temave, mundi me na propozu edhe tema. Po më ndjekin edhe në përzyre, e di që jeni në përpuna. Flamur të përshëndes, edhe të falenderoj shumë. Faleminderit që po na ndjek. E po shpresoj që shumë shpejt do t'jemi edhe live në platformat tona në Facebook. Qëra mëre sa mirë jam. Faleminderit, përshëndetje për gjithë ju që punoni. Nita je shumë pozitive, faleminderit. Po kur më thoni ju kështu, motivoni ma shumë edhe jeni ju ata që e bëni pozitiv këta emision, kur jemi interaktiv, unë e di se cilat kanë me qenë kërkesat e jua kundrejt emisionit, çfarë kemi nevojë me plotësu, çfarë kemi nevojë me mungu, cilët mysafir kemi nevojë me pas në studio dhe cilët kjo dhe çfarë storje ju bën juve që me fillu ditën bërë. Gjithçka do të jetë më mirë kur na kemi me bashkëpunu me ju. Prej të hanës do t'jemi sigurisht live me gjithçka. Gjithçka do t'jetë më ndryshe. Kjo ka qenë java jonë testuese. Apo kalojmë provimin. A ka mundësi më tregu në Facebook? A kemi kalu provimin a jo? Provimin sa jemi të mirë për me vazhdu me emisionin e mëngjesit. Është një farloj sondazhi që përdojmë me bo. Po shkojmë tashti me burimin, i cili sot na sjellë ushqimet, ta tmit i hangrën krejt. Mu se më lanë kur gjo, po sido që tjetë burim, shpresoj që kam e marrë një shujt të nden ditëve në vijem. Burimi nga ka tragu edhe çfarë llojit ushtrimeve, në bazë të peshës tonë, çka duhet me vepru, çfarë llojit proteinave, si mujë me marrë proteine nëpërmjet ushqimit, e shumë çka tjetër që është shumë interesante për me ndjek. Po ndjekim storjen e Burim Vraniqit. Faleminderit.
syt. Për kafe pëstoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premten nga muzike me gjithë shka. E falem pa që e kishim të ftuar në studio DJ Shaqen për ritmet e muzikës. Sigurisht që do ta kemi edhe një temë për vallëzimin, edhe kemi mundësi me fol pak ma shumë, edhe bile me bo prova këtu, ata hapat që në qa-qa-qa, samba rumba, qa-qa-qa si janë këto. Kemi mundësi me mësu ma shumë për rreth kësaj. Elioti, një ditë kom thonë ekspert i reportajëve, po jo, Elioti është ekspert i sondazheve. Ai çdo ditë ka me qenë në qytet edhe kudo që ka ma arrit më marrë një prononcim juve, ka me marrë atë prononcim, sepse ka me realizu pyetje që lidhen me temat tona ditore. Ai ka realizu disa pyetje me qytetarë cilët kanë qenë në qarshi, duke pi kafe, duke shiu kafet, sa i marrin ushqimet me vete në punë, kohën e pauzave, hajnë fast food, hajnë mirë. Janë disa elemente shumë të veçanta cilat keni mundësi me ndjek të ky sondazh edhe keni me u kënaq. Po i ftojmë tani gjithë shikues me ndjek sondazhet. Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Syri, një përshëndetje më të veçantë për shikuesit e programit të mëngjesit Çeli Syt. Sot do të intervistojmë qytetarët e komunës së Gjakovës se cili është ushqimi i preferuar i tyre në kohën e pauzës, a ushtrojnë fitnes dhe a ka ndodhur ndonjëherë që të marrin ushqimin nga shtëpia për në pauzë. Zotëri, si e shfrytëzoni pauzën e punës? Pauzën e punës e shfrytëzojmë duke ngrënë ndonjë sam, duke diçka. Cili është ushqimi i preferuar ose që e hani çdo ditë? Ushqimi i preferuar më shumë hojmë fast food, po të njëjtën kohë gaja marrëm nga shtëpia. Atëherë zotëri, çka hani në kohë të pauzës? Çka ta zojmë përpara? Fast food, çështu. A ndodh ndonjëherë me marr prej shtëpisë? Jo. S'ndodh. A ushtroni çdo ditë apo nuk e keni pasion ushtrimit? Ja, s'ushtroj që ky shoku kjo ushtron. Ky ka që me quron. Çka hani në kohë të pauzës? Po tash në vorët, nuk shesim problem, çka ka të shtëpia. A ka ndodhur ndonjëherë me marr prej shtëpisë? Po, shumicën e rasteve prej shtëpisë. Si preferojnë si ky fast foodat. Ju a ushtroni? Po. Përshëndetje, çka hani më shumë në kohën e pauzës? Valla qëtu në qarshi, si kafeteri tona, sandviqa, tosta, salat, në një të mirë. A ka ndodhur ndonjëherë në kohën e pauzës me marr ushqimin me veti? Po unë në punë standardës jam, kështu shkoj në shtëpi. Personalisht a ushtroni, a shkoni në fitnes? Unë nuk shkoj në fitnes, po jam sportist vetë, skijoj, dalë vrapaj, me motor ka pak dalë. Kështu. Faleminderit shumë. Përgjo. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. A muni me na tregu se çka hani në kohën e pauzës? Pauzë zakonisht ndryshojmë. Shumicën e rasteve mundohem të ushqim shëndetshëm, po besoj që shumica e klientave dhe vetë ashtu anojnë ma ka fast foodi për kohën e limituar që e kena. A ka ndodhur ndonjëherë me marr ushqimin prej shtëpisë? Jo, në rastin tam jo. Në rastin xhanatit ton jo. Përshëndetje Zoj. Përshëndetje. A muni me na tregu se si e shfrytëzoni pauzën e punës? Pauzën e punës e shfrytëzoj më shku në shtëpi me apo drekën burrit. A ka ndodhur ndonjëherë personalisht ju me marr ushqimin prej shtëpisë në punë? Po, ndodh shumë herë. Personalisht kështu a ushtroni fitnes apo jo?
Më sa pishini, fitnessin më të kum loni. Çfarë fitnesi jo su shtroj. Nuk kam kohë më marrë me vetveten. Faleminderit shumë. Me knetësi. Pas shumë intervistave që morëm ditën e sotme se si e shfrytëzojnë pauzën dhe cili është ushqimi i tyre, asnjëri nuk na tha që ushqimi i tyre është gjiza me speca. Arsyeja është sepse gjakovarët thuhet që gjizën me speca e hajnë me qafë të shtrëmbuar, sepse specin e hajnë kështu. Qali syt për kafe për ftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Po më pëlqen në përgjithësi që njerëzit kanë filluar me qenë më të hapur ndaj mediave, sidomos ndaj mediumit lokal që gjithmonë është tash shumë vite me ju edhe në çdo cep. Kemi më qenë çdo ditë në qytet, në çdo cep për me marrë opinionet tuaja. Nëse nana tona tash e kanë problem se çka me bu për drek, sot Elioti ju rekomandoj një recetë që është gjiza me speca. Me siguri keni ato speca tashmë të konservuara, sepse i keni rujt gjatë verës, po qëndroj ko pas kohë me telefon, sepse po më vinë mesazhe që njerëz po na ndjekin. Prap, është Lidia, e përshëndes shumë, duke i dëshiruar një ditë të mbar, jo vetëm Lidjes, por të gjithë juve që vazhdoni me na shkruaj dhe me qenë së bashku me emisionin e mëngjesit. Për sot, unë thjesht vetëm po ju referoj që me fillu me marrë ushqimet prej shtëpisë, nëse jo nuk keni mundësi ndoshta me marrë prej shtëpisë, atëherë më kujdesshëm në menytë tuaja me përzgjedhje ushqim sa më të shëndetshëm. Kemi restorane edhe që servojnë ushqime edhe të shëndetshme, bëni zgjedhjen e duhur. Edhe ju djema mos u bëni ndembela që gratë gjithmonë me kohën e pauzës më u kthy dhe më u përgatit drekën në shtëpi, po bëjeni pak më të përdorshëm, edhe filloni me përgatitë edhe dreka vet. Ushtrani, pini ujë sa më shumë. Ky është mesazhi që përcjellim për ditën e sotme, edhe mbi të gjitha, paqet lumturi dhe ditë mbar që jemi nesër, po përmbyllim këtë ditë me muzikë autoktone shqiptare, me disa realizime që janë zhvilluar sigurisht nga televizioni Syri për këtë vit. E ndjekim dhe ju le ta kem nesër, mos harroni në mëngjes në orën 7. Ora 7. Alarmi bën. Qupi gjumit. Qeli syt për kafe për ftoj. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Menitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Po madhe një macchiato thuj tletë.